Mirëmëngjes të dashur gafore, do bëjmë një mesazh për ju nga letrat hebre, dallojnë shumë nga tarot, por që po mundohem t'ju bëj ndryshime, t'ju sjell ndryshime të dashur gafor. Kjo letër quhet beta dhe ka të bëjë çdo gjë me dijen, mësimin dhe çfarë mësojmë në jetë dhe si e përdorim atë. Kjo letër ju kujton se çdo ditë jemi nxënës dhe mësues absolutisht njëkohësisht. Kur mos e në vlerësoni një fuqi të një dijes, të një libri, të një reflektimi të qetë, apo të një bisede të mençur të dashur gafor. Urtësia nuk vjen vetëm nga ajo që di, por vjen dhe nga mënyra si e përdorim atë që që na mëson për të krijuar paqe dhe kuptim në jetën tonë. Jepi vetes hapësirë për të mësuar diçka të re sot, të jeni më të hapur, edhe një mendim i vetëm mund të ndryshoj gjithë drejtimin në jetën e juaj, absolutisht. Pra, urtësia është shtëpia që ndërtojmë nga brenda. Jepini vetes atë kohë për të mësuar, nga që kjo do ju hap një rrugë të re. Mund të jetë që jeni në një fazë kur nuk ju duhet asgjë dhe jeni të mjaftueshëm ashtu siç është. Mund të vinë këto ndjenja nga shumë arsye dhe nga zhgënimet, sikur nuk më intereson gjë, mjaftueshëm është kaq. Jo, gjithmonë sa të jetojmë do mësojmë. Lejoje veten të mësosh apo të rish me njerëz që të japin diçka më shumë se ato çfarë ke. Mos harxhosh nga ato që ke.